I dashur baba Mirteza, të nderuar dervish, vëllezër e motra Libovit, miqit e të ftuar të tjerë. Për mua është vlerë që si djali kësaj lagjeje, i lindur dhe i rritur në të lagje, që me emër të lagjes të qëllim Libovo, të ismailatve të hershëm, formues të kësaj lagje, edukus baba Demirit, ju përshëndes dhe mbaj fjalën time të rastit, në këtë rast, që nisë edhe ceremonia e parë e pelegrinit të Libovës, që dikur i ka munguar dhe që do të vazhdoj. Faleminderit baba Mirteza për këtë rrugë që qele dhe kjo rrugë qofte e vazhdueshme për të gjithë brezat që do të vinë. Jemi në një lagje që është vend formuese e Libovës, është shumë e lashtë. Por simboli i kësaj lagje është ky baba këtu, që qofshin falë të gjithë, emri të cilit u lartësoft dhe u kujtoft të gjithë brezat, sepse baba Demir do të thotë baba i forcës, baba i punës, baba i durimit, baba i që bashkon të gjithë baballarët e tjerë, të gjithë brezat që edukon njerëzit në gjendjen e punës e dashurisë. Ky vend këtu është një vend sa i shenjtë, aq edhe vend i dashur për të gjithë, sepse këtu që jemi po ta marrim nga ana historike, kemi të bëjmë me një vend të qytetëruar gati mbi 1000 vjet përpara. Pse? Sepse në themelet e këtij vendi të shenjtë këtu ka lulëzuar jeta herët. Dhe janë ismailatë, jemi ne të qellitët, që jemi rritur, jemi edukuar dhe kemi marrë mësimet e këtij vendi të shenjtë, i cili gjithnjë vazhdimisht ka treguar ndër breza se njeriu duhet të rrojë në paqe, duhet të rrojë në dashuri, duhet të rrojë në harmoni, duhet që gjithë secili të japim dorën, të buzëqeshim me njëri tjetrin, të jemi gjithnjë njerëz që të përcjellin paqe, duke thënë se paqja fillon nga unë, vazhdon tek ti, tek të tjerë dhe të tjerë, kështu që njeriu ka nevojë për paqe. Për të thënë këtu janë fjalë shumëta. Neve si ismailat kemi nderin e madh që jemi përfaqësues të këtij vendi të shenjtë, që jemi bijë të baba Demirit, të këtij njeriu i cili me forcën, me durimin dhe me vullnetin e tij ka përcjell në breza, për të thënë 300-400 vjet janë pak, janë shumë pak, por të gjithë brezat që janë, ata që do të vinë, duhet të rrojnë dhe të ecin me moton forcë, punë, paqe dhe dashuri. Uroj që kjo ditë e sotme të jetë dita e vazhdimit të pelegrinazhit edhe për brezat e ardhshëm, i përjetshëm kjo kujtimi i baba Demirit, të rrojmë e të kujtojmë ndër breza dhe gjithnjë në paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin. Faleminderit edhe një herë, gëzuar gjithë.